Kardinalët katolik do të takohen në muajin maj në një konklav të fshehtë për të zgjedhur papën e ardhshëm. Takimi me dyert të mbyllura nis brenda Kapelës Sistine më 7 maj dhe përfshin rreth 135 kardinal nga e gjithë bota. Kardinalët katolik të mbledhur në Rom këtë të hënë caktuan 7 maj si datën e fillimit të konklavës për të zgjedhur një pasardhës të Papa Franceskut, tha zëdhënësi i Vatikanit. Ata do të marrin pjesë në një meshë solemne në Bazilikën e Shën Pjetrit, pas së cilës kush ka të drejtë vote do të hyjë në Kapelën Sistine për votimin e fshehtë, shtoi ai. Procesi vjen pas vdekjes së Papa Franceskut, i cili ndroi jetë të hënën e 21 prillit, ndërsa funerali i tij u zhvillua të shtunën. Nuk ka një afat se sa kohë do të duhet për të zgjedhur papën e ardhshëm, por dy konklavat e mëparshme të mbajtura në vitet 2005 dhe 2013 zgjatën vetëm 2 ditë. Nga kjo e hënë, Kapela Sistine u mbyll për publikun në përgatitje për të zgjedhur papën e ri. Ndërkohë, 10 mijëra besimtarë vjojnë homazhet për Papa Franceskun në Bazilikën e Santa Maggiores, vendpreja e të cilit u hap për publikun të dielën. Sa kaq, kardinali italian Pietro Parolin, i cili gjatë papatit të Franceskut ishte sekretari i Shtetit të Vatikanit, është ndër favoritët për ta pasuar atë në krye të Kishës Katolike. Pas tij janë filipinasi Luis Antonio Tagle, kryepiskopi metropolitan i Manilës, kardinali i Ganës Peter Turkson, Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, kardinali i Guinejës Robert Sarah dhe Matteo Zuppi, kryepiskopi i Bolonjës.